Përshëndetje. Valon, kemi kolegun, shkëmbim tani mendime mes kolegëve, jemi live me A2 CNN. Valon është nga RTK. Është moderatori i programit. Natyrisht të mërzitur jemi të gjithë, prisni më shumë. Pjesa e parë patëm sinjale pozitive, në dytën jo, vetëm me futin e Zhegrovës diçka ndryshoi, por prisnimi Kosovë më agresive, të krijonte, më kreative, nuk ndodhi. Nuk ndodhi kështu sulqe, nuk ndodhi që të kishim një fest në Prishtinë, një gëzim të madh mbar kombëtar, por gjithsesi është një ndeshje e cila do të na mësojë diçka për të ardhmen, do të na mësojë që të qëndrojmë këmbë në tokë para se të luhet ndeshja. Gjithsesi ekipi i Kosovës tregoi një lojë shumë të mirë në pjesën e parë, nuk ishte fati me ne pasi që ishte ajo shtyllë e Aslanit e cila mund të ishte vendimtare për vazhdimin e ndeshjes. Nuk na priu fati, të them të drejtën, pasi që ai gol i hershëm në pjesën e dytë ndryshoi balancet e lojës, Aktur Kollu realizoi, më pas nuk mundëm të reagonim. Ta bëjmë pak edhe bisedë sepse ishte interesante një intervistë mes kolegësh që mendoj. Ajo që pëlqeva unë, për shembull, ishte tek rifinetura, tek pasimi i fundit në 30 metrat e fundit. Aty nuk treguam siguri. Aty do kishim dhënë atë pasimin vrim, ta gjenim atje topin që ta çonim, atëherë do kishim diçka më shumë. Ka munguar disi ai lojtari kreativ i mesfushës që duhet te ne, ndoshta Zhegrova nuk është në ditët e tij më të mira, ata jepte atë pasimin e fundit, nuk po luante Juve dhe nuk kishte topat të mjaftueshëm për sulmuesit tan, për Aslanin dhe Murishin. Kështu ishte pra, ka munguar ai aspekti i lojës, uroj që të kemi ndonjë lojtar të ri, na ka munguar edhe Abdullah që dhe problemi i madh ishte edhe Ramani, sepse është edhe Ramani, patjetër. Europian në Serie A, kapiten, aty do të tregonte një vlerë tjetër. Por mendoj që kjo mungesë mbrojtje bëri që dhe ajo shpejtësia e lëvizjes së turqëve në krah dhe pikërisht aty u shënuar golin në zemër të mbrojtjes. Ashtu është pra, dhe pse kishim 3 qendër mbrojtës, por mungesa një kalibrit të Ramanit ishte determinante për ndeshjen e sotme. Një kapiten i yni, një lojtar që dihet luan në Napoli në Itali dhe disi fati i tij nuk është i mirë. Shumë rrallë lëndohet, por janë këto ndeshjet kryesore të Kosovës, po i bie si të lëndohet dhe ishte një mungesë e madhe sot për ekipin, sepse ai me përvojën e tij edhe e çon ekipin përpara, por edhe jep siguri të jashtëzakonshme mbrojtje. Ajo që për shembull pash unë që ishte një problem që mundet që edhe të ishte furnizuar më mirë Muriqi. Ai është një lojtar i cili në La Liga ka shënuar kaq gola. Nëse atë do ta furnizonin më mirë me topa nga krah, sepse ai do lojë në ajrit. Nëse ti nuk e furnizon, është një çezëm që nuk ka ujë. E kishin studiuar si duket këtë turqit, e kanë një trajner italianët dihen që janë takticient në futboll dhe nuk vinin topat nga krahat, as Galapendi nuk mund të krosonte, as Vojvoda në krahun e djathtë. Vojvoda në ndeshjen e kaluar kishte bërë 2 asistime nga të 2 krahat, kësaj radhe nuk arriti që të krosonte mirë dhe ishin ato mungesa të furnizimeve me topa për Muriqin dhe nuk arriti të vinte në pah lojtari ynë i sulmit. Ti je më i mërzitur se mua, unë akoma edhe më i mërzitur, gjithë je mërzitur, s'ka, vetëm Skënderbeu tha një gjë. Nëse doni të fitoni, bashkoheni sepse thuprat 1 nga 1 kputen. Nëse bashkohen bashkë, lojtarët më të mirë të Kosovës, lojtarët më të mirë të Shqipërisë, atëherë pa dyshim ne do ishim kampionatin botëror. Atëherë do të ishim patjetër në krye të kampionatit botëror dhe ndoshta do të ishim njëri ndër gjysmë finalistët apo finalistët. Valon, faleminderit për gjithë mendimet. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të jemi mysafiri juaj. Faleminderit Valon, suksese në punën tuaj. Isha natyrisht dhe me kolegët nga Kosova për diskutuar edhe për ndeshje që urdhro. Sulqe, dëshpërimi yt është shumë i madh, në fakt edhe Joni është shumë i madh, por gjithsesi duhet të jemi krenar të paktën që erdhëm edhe në këtë fazë. Shqiptarët jemi të mërzitur. Ne Andrea, sepse ti bën dhe emision politik ndonjëherë dhe kalon sepse thret politikanët aty në studio. Ne jemi me këta sportit, to janë ditët më të rëndësishme që ka pas futbolli dhe natyrisht jemi të mërzitur që ndodhi diçka e tillë. Të gjithë jemi të mërzitur për këtë gjë, por duhet jemi edhe krenar për fazën e ku erdhëm. Se një ekip i vogël që Po dhe krenar duhet jemi, edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, sepse mos harrojmë, nuk mund t'i flakim këta djem. Pra.
sepse mundën Serbi, ishim krenarën kur mundën Serbinë atje, edhe i ngritëm në ajër, këta i pritëm në aeroport, ju keni qenë vetë në transmetim bashkë. Patjetër. Dhe kemi qenë, se jemi në transmetim, lutem, i live. Mirë, faleminderit. Ai sa nuk kuptohet sot me ka qenë ndeshja, ka qenë me Turqinë apo ka qenë me Serbinë. Duket që janë shumë mërzitur tifozët dhe natyrisht, nëse do të flasim tamam, hajde flasim për lojën. Po jo, hajde dhe flasim. Si mendon, po tani hajde të shajmë tani këtu të gjithë. S'ka zgjidhje se na shikojnë gjithë. Mirë. Jemi në këtë transmetim, janë të mërzitur tani, pranohen gjitha, ndodhin këto. Andrea, por ajo që pash edhe thash dhe në fillim, ishte mënyra se si u përcollën me duartrokitje lojtarët, disa për tyre ushtrinë fush nga mërzitja, duhej që të bënin më mirë dhe kishin mundësi të bënin më mirë sepse ka lojtarë që kanë një koeficient të lartë edhe në për ekipet e tyre në Europë, frekuencat e tyre në fushën e lojës janë lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencën, sot nuk e bën. Masat e nga kundërshtari, turqit ishin shumë mobilizuar, ashtu si shtanë kishin premtime nga qeveria turke që futbollistët do të marrin nga i vilën Bregdet për një kualifikim të mundshëm në botror, po gjithsesi kështu ndodh në raste të tilla, eksperjenca luan rol. Përshëndetje. Po live jemi, po qofse keni mendim për ndeshjen. Hajde, t'ju pyes. Po mirë tani Serbia s'luajti lozi Turqia. Edhe mirë, dakord. Mirë, vazhdojmë dhe flasim për sa i përket kësaj ndeshje Andrea. Është e vështirë, të gjithë janë mërzitur tani, nuk janë intervistasim më parë. Ne do mundohemi që të lëvizimi çik në një moment në tjetër. Kjo është pamje që na vjen drejt për drejt nga Prishtina, ku tifozët kanë dalë nga stadiumi. Ja, po mundohem dhe me kameramanët që të ndjejnë çik dhe analistët këtu, stafi i cili është me mua për të diskutuar çik edhe për performancën e ekipit në fushën e lojës. Ashtu si që tani po kemi edhe operatorin i cili na jep këto pamje. Pamje drejt për drejt që vjen nga Prishtina pas përfundimit të ndeshjes. Duket dëshpërimi i tifozëve. Atëre janë vetë pamjet që flasim vetë, prandaj e lëmë që edhe të komentojmë dhe të shikojmë se çfarë ndodh në këto momente. Është boshatisja e sheshit qendror që do të ishte në një tjetër fest nëse do të ndodhte ndryshe. Panorama ka ndryshuar komplet, njerëzit janë të mërzitur, dëshpëruar nga rezultati. Po live jemi, po të kesh mendim tamam që të flasësh për lojtarët. Hajde. Po Serbia s'luajti sot, luajti Turqia. Okej, është i shprehje që të gjithë byesin. Ndërkohë nuk shoh Sulçe flamuj të hedhur apo se më duket një pamje jo e mirë në fakt. Që të marrim në mendim, po tani Andrea siç e shikoi edhe nga pamje që vjen, shikojmë gjithë tifozët, si largohen. Nuk janë flamuj, fatmirësisht nuk janë flamuj. Edhe sheshi qendror këtu janë kolegë të televizioneve të ndryshme që po raportojnë, edhe televizioneve RTK dhe televizione lokale, duke raportuar dhe duke folur për sa i përket Jo, moment shumë i rëndësishëm për Kosovën. Mirë, Sulçe, se unë besoj se duke qenë se ke raportuar nga orët e para të mëngjesit edhe ti je i lodhur dhe sigurisht që ke nevojë për po pra natyrisht edhe djem tani të gjithë po largohen, këtu janë forcat e policisë, të cilat po shikojnë dhe po vëzhgojnë gjithçka që mos ketë incidente, mos ketë probleme. Në fakt, deri tani nuk ka pasur probleme të tilla. Gatishmëria ka qenë në shkallë maksimale dhe stadium, nuk kemi parë diçka të tillë, çdo gjë ka qenë e shoqëruar nga forcat policore, nga ana tjetër pam dhe tifozët turq që po largohen, dhe ata janë shoqëruar dhe një pjesë e tyre Andrea kanë ndëtur në stadium, kanë qëndruar atje
dhe do të dalin më pas se tjerë të shoqëruar me kordonin policor. Nga ana tjetër, në përbarët e qytetit, atmosfera ka rënë, ja si shikojmë këtu, besoj që tani mund të ketë më shumë tifoz, që mund të vinë tifoz turq, ndërkohë për festuar, ndërkohë me herët e raportuar që policia shikojmë edhe pjesën ku ishte fan zone, këtu, shiko si është boshatisër fan zone në këtë moment, ka ngelur vetëm karriget dhe ato tavolinat që janë në fan zone, sepse gjithë është shumë ftohtë, temperatura është shumë ftohtë këtu në Prishtinë në këtë moment, dhe të gjithë po largohen në drejtim të shtëpive tyre. Edhe një herë tjetër po shikojmë forcat e policisë, forcat e ndërhyrjeve speciale, që janë gati që të monitorojnë gjithçka për sa i përket kësaj ndeshje. Është e kuptueshme, Sulçi, është mjaft e kuptueshme. Ja, dhe në pjesën tjetër këtu janë baret e qytetit, cilat tashmë nuk janë si më parë. Përshëndetje. Turkish. Do you speak English? Little. What about the game? Okay, go very, very good. Very good. Kosovo. Kosovo Okay, very good. yes. I'm a Turk, and my brother. Kosovo, Turkey, my brother. Turqia dhe Kosova janë bravo. Where are you from? What city? Turkey, Bursa. Bursa, from Bursa here. Yes, yes. Kosovo. Bursa ku jetojnë miliona shqiptarë në fakt. Kardesh. Kardesh. No arkadash, kardesh. Kardesh. I kemi vëllezër kosovarët, thot nuk i kemi shok. Okay, thank you very much. Enjoy, bye bye. Okay, këta janë tifozët turk që do vinë në për Për ta zbërë pak më shumë humbje në base. baret e qytetit, bëjmë një pyetje? Po. Bëjmë një pyetje si jeni? Yes. Where are you from? Dorothea, it's Where are you from? Croatia. We're Kosovo. I'm from Albania, CNN. I do CNN, yeah. What do you think about the game? Did you see the game? Yeah? What? Yeah, come here, please. Come here. Sir. Hello. Where are you from? Yeah, we're from Croatia. We are here on a vacation in Pristina. Yeah, we saw the game. Janë disa kroatë cilët kanë qenë për pushime. Did you see the game here or the stadium? Yeah, we saw the game here in the square. Yeah. It's a nice Fan zone. Fan zone, yeah. Yeah. It was a nice. How was it? How was it? Nice atmosphere here. So we cheering for Kosovo. How many people drink? No, not nothing. No, not too many. Just cola. Did you drink? No. What about you? No. Did you see the game? Yes. It was on the big screen. Yeah, you support Turkey or Kosovo? No, Kosovo. Okay. We don't ask. What about you? No? What do you Okay. like? Enjoy. You know, I'm talking about the sport. Yes. Yeah. Kosovo. Yeah. We support the Okay. Enjoy, guys. Enjoy. Kosovo. Forza Kosovo. Okay. Mirë. We are careful and we are Okay. Thank you. Okay, super. Mirë, pra jemi këtu në I'm live television, please. I'm live, television live. Alright. Mirë, jemi këtu dhe vazhdojmë dhe shikojmë se çfarë ndodh. Po largohen